Universiteti i Prishtinës, por edhe nga Komiteti Olimpik, kurse sa i përket infrastrukturës, momentalisht është duke u punuar në stadiumin Olimpik Akademia Shori, i cili do shërbej për zhvillimin e sportit të atletikës, është duke u punuar në një qendër, në një sallë të gjimnastikës në Fushë Kosovë, por kemi vonesa jashtëzakonisht të mëdha sa i përket stadiumit kombëtar, stadium ky i cili do të shërbej për cërmin hapëse dhe mbyllëse, e i cili duhet të ketë rreth 25.000 ulëse, në mënyrë që cërmnia hapëse të jetë vërtet madhështore, sepse stadiumet momentale që i kemi atë Fadil Vokër dhe Akademia Shori, asnjëri prej tyre nuk i ka më shumë se 13.000 ulëse që nuk i plotson kriteret e kërkuara sipas. Çfarë nuk bëhemi gati? Për infrastrukturë? Unë besoj shumë që ne do të bëhemi gati, por jemi vënë kryesisht me stadiumin kombëtar, të cilit nuk besoj që mund të përfundoj për 1 ose 2 vite. Momentalisht jemi 3 vite larg, po e llogariti vitin 2029 kur veç është dashur që të përfundohet ky stadium, e ne akoma nuk e dim se ku do ndërtohet, nuk e dim lokacionin, nuk kemi projekt, jemi akoma në fazën e deklaratave. Fatkeqësisht jemi shumë vënë sa i përket stadiumit, sa i përket infrastrukturës tjetër, ndoshta në brenda 2 vitesh do të mund të përfundojë, sidomos pishinat olimpike të cilat shteti nuk i ka ndërtuar akoma asnjë që prej pas lutës, pra 26 vite pas lutës nuk kemi pasur asnjë pishinë olimpike me përjashtim të disave private që janë bërë tash, dhe na duhen edhe infrastrukturë tjetër, natyrisht nuk kemi qendra tenisit, nuk kemi qendra ku zhvillohen sportet e shenjtarisë, qytetarisë, është pallati i rinisë, salla e madhe ku do. Çfarë nuk i bujna? Nuk i bujna, i humbin gjërat mesatare. Realisht